Programi ka një tavan prej 2 milion euro, që është një shumë e konsiderueshme, dhe do të ketë të gjithë mbështetjen tonë dhe të gjithë vëmendjen tonë në mënyrë sistematike. Për këtë arsye ne do të ngrejmë një task force, e cila do të jetë përbërë nga përfaqësues të qeverisë, të UNDP-s, edhe të shoqatës së bankave. Kryetari i shoqatës, për shembull, do ishte shumë i mirëpritur të ishte pjesë e kësaj task force, për të analizuar në mënyrë periodike rezultatet dhe për të parë ku programi ka nevojë për ndërhyrje dhe ku ngec, dhe për të parë pastaj se për cilën bank duhet t'i drejtohemi guvernatorit që të përdori shkopin, sepse ka rrotën e di vetë dhe përdor rregullisht në banka. E fundi që kam është që shifrat janë të gjitha shumë pozitive, por shifrat në këtë kohë dhe në këtë fazë të zhvillimit tonë ka një problem shumë të madh. Shifrat sa më pozitive të jenë, aq më shumë i acarojnë njerëzit. Sa më shumë, sa herë të përsërisësh që ekonomia është rritur në mënyrë të qëndrueshme me mesatarisht 4%, që është diçka vërtet shumë e mirë, do të prodhosh pension dhe acarim. Sa herë të thuash që bizneset janë shtuar, do përballesh vetëm me të kundërtën e efektit që bën një lajm i mirë. Tani, unë për veten time kam krijuar bindjen që kjo është një shenjë shumë, domethënëse, e një faze të re të zhvillimit ku kemi hyrë. Kjo nuk është një shenjë e një shoqërie që nuk e kupton progresin apo nuk e sheh progresin. Por është një shenjë shoqërie që do shumë më tepër progres, e do shumë më shpejt, mundësisht sot, dhe nuk do t'ja di se nga vjen. Koha dhe brezat që e vlerësonin shumë rrugën për të nxjerrë konkluzione për pozicionin dhe për të projektuar vazhdimin e rrugës, ka ndryshuar totalisht. Sepse gjithmonë më pak njerëzve ju intereson se ku kemi qenë. Gjithmonë më pak njerëzve ju intereson se çfarë ka pasur rruga vështirësi dhe si kemi ardhur nga këtu, nga këtu. Gjithmonë më pak. Madje, them gjithmonë më pak, për mos thënë që gjithmonë më shumë referimi tek rruga e bërë i acaron. Sepse suksesi i të tjerëve është një arsye për të kërkuar suksesin dhe për vete, dhe çdo lloj dallimi me të tjerët është një arsye për të acaruar kur rruga thot do të përdurim. Dhe për këtë arsye, ky program është shumë i rëndësishëm si edhe në aspektin psikologjik për sipërmarrjen. Njerëzit meritojnë të kenë mundësi të reja për të sprovuar veten e tyre dhe për të bërë sukses më shumë dhe më shpejt. Dhe natyrisht që këto mundësi të reja nuk kanë asnjë arsye pse mos i kërkojnë nga qeveria. Kështu që jemi në një fazë të re të zhvillimit kur tani më
raportin e besimit me institucionet, raportin e besimit me shoqërinë, raportin e besimit me vendin, e krijojnë pritshmëritë. Nuk e krijojnë arritjet. Arritjet janë diçka tjetër, janë patjetër shumë të rëndësishme, por janë tërësisht pamjaftueshme. Sepse pritshmëritë diktojnë të përditshmen e njerëzve, diktojnë përditshmen e kujtdo. Dhe natyrisht që ne nuk kemi mundësi që t'i adresojmë pritshmëritë në ajër, por pritshmëritë në terrenin e punës, pritshmëritë në terrenin e përpjekjeve për të rritur përmes punës, pritshmëritë në terrenin e sipërmarrjes, që është motori i padiskutueshëm i zhvillimit ekonomik të një vendi demokratik dhe që nuk mund zëvendësohet me formula alucinante, ne kemi detyrë që t'i adresojmë me më shumë instrumente. Dhe ky është një instrument i drejt për të adresuar pritshmëritë. Dhe dua ta theksoj edhe një gjë tjetër, se guvernatori e ka për detyrë që t'jeti përmbajtur, por më tepër pastaj që guvernatori është një institucion që në situatën laike barazot me papën, kështu që asnjë nuk shkon të bëj protest përpara Vatikanit. Por unë dua t'ju them sipërmarrësve që ne jemi gati të shkojmë deri në 1 miliard euro mbështetje. Kemi filluar me 250 milion. Natyrisht që guvernatori ka drejt kur thotë që magnituda e suksesit të këtij bloku të parë fondesh do të përcaktoj edhe zhvillimin e rotation programit dhe natyrisht nëse do duhen, thotë guvernatori, ne do të shtojmë më shumë fonde. Por ne jemi gati që të shkojmë deri në 1 miliard. 1 miliard euro për sipërmarrjen e vogël dhe të mesme që vijnë nga mbështetja e qeverisë në mënyrë që askush mos thotë s'kam mbështetje financiare për të bërë planin tim. Ama duhet të keni plan.